Dy tërmetet të fuqishme që goditën Venezuelën të mërkurën kanë shkaktuar një bilanc të rënd me mbi 920 të vdekur dhe rreth 3360 të plagosur. Autoritetet vijojnë kërkimet për persona të zhdukur, ndërsa ekipet e shpëtimit punojnë në rënoja në kushte të vështira. Zona më e goditur është La Guaira, në veri të Caracasit, ku janë shembur 10 ndërtesa, përfshirë spitale, qendra tregtare dhe objekte të tjera publike. Edhe aeroporti kryesor Simon Bolivar dhe portet e rëndësishme të vendit janë prekur nga dëmet. Sipas autoriteteve, 10 persona janë nxjerrë të gjallë nga rënojat, ndërsa rreth 172 të tjerë mendohet se janë ende të bllokuar. Në zonë janë regjistruar edhe më shumë se 200 lëkundje pasuese, duke vështirësuar punën e ekipeve të emergjencës. Tërmeti i dytë me magnitudë 7.5 është ndër më të fuqishmit që ka goditur vendi në dekada. Sistemi shëndetësor po përballet me mungesa të mëdha furnizimesh dhe ilaçesh, ndërsa spitalet e mbetura funksionale janë të mbingarkuara. Mjekët po trajnojnë të plagosurit në qendra të improvizuara pranë zonave të goditura. Banorët e prekur vazhdojnë të presin lajme për familjarët e tyre. Në disa raste kërkimet po kryen mes rënojave me pajisje minimale për shkak të dëmtimit të infrastrukturës dhe ndërprerjes së komunikimeve. Ndihma ndërkombëtare ka nisur të mbërrijë në vend me ekipe shpëtimi nga disa shtete dhe me mbështetje logjistike e financiare për përballimin e pasojave të katastrofës.